Presim në një delegacion për IPARD-in, pra për të takuar me ta në fund të muajit dhe në fillim të muajit për të krijuar marrëveshjen tona dhe për të dakorsuar për të gjithë procedurat që ne na janë kërkuar dhe çfarë ne do të diskutojmë, do të jetë një ditë tjetër, në mënyrë që ne t'i lëmë kohë dhe hapësirë diskutimit dhe atë çfarë ne do të dakordsojmë nëpërmjet stafit që do të jetë pikërisht për IPARD-in dhe atë në komision që do të bëjë vlerësimin e procesit të IPARD-it. Jemi në proces të sipër dhe na duhet edhe shumë pak ditë deri javën që vjen për të shprehur zyrtarisht se ditën apo mënyrën se si ne do të qasemi për IPARD-in. Po jemi në një proces shumë pozitiv, mbetemi shpresë plot që IPARD-i të jetë sa më shpejt dhe duke dakordsuar gjithmonë me komisionin në mënyrë që ne t'i vëmë dispozicion dhe fermerëve një shumë prej 148 milion eurosh, që është një shifër e konsiderueshme për bujqësinë shqiptare dhe për sektorin në tërësi, për të pasur mundësi të investojmë në ato burime që ne i japim drejt për drejt fermerëve, por edhe duke pasur parasysh që ne kemi bërë një mënyrë ndarje të buxhetit edhe ndaj skemës tonë kombëtare për të mos mbivendosur në ato masa që ne do të kemi vendosur në skemën e IPARD-it, pra fermerët të jenë pjesë e të gjithë skemave tonë, nga skema kombëtare, nga IPARD-i, por edhe 10% që ne kemi vënë në dispozicion nga 1 janari e në vazhdim. Plus është dhe garancia sovrane, një komponent tjetër i rëndësishëm që ne kemi nënshkruar marrëveshje me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit 2 për të orientuar e për ndihmuar fermerët deri në 2 milion euro kredi me një interes 2%, gjë e cila i jep mundësi fermerëve dhe jo vetëm fermerëve dhe bizneseve të tjera tashmë me marrëveshjen e re për të ndihmuar me një interes 2%, por me një garanci deri në 70% të kolateralit nga shteti shqiptar. Prandaj janë disa komponentë mbështetës për sektorin bujqësor, jo vetëm skema kombëtare, por edhe këto komponentë të tjerë, të cilat janë një mbështetje shumë e fortë për fermerin shqiptar dhe një mundësi ekonomike për ta shtyer sektorin tonë përpara.